Kënga I'm Alive është kënga që përfaqëson Shqipërinë në Eurovision Song Contest 2015. Përfaqësuesja e Shqipërisë, këngëtarja e famshme Elhajda Dani, njëherët edhe fituesja The Voice of Italy 2013, në shumë sondazhe në mediat virtuale, konsiderohet si njëra nga favoritet e Eurovisionit 2015, që si vjet do të mbahet në kryeqendrën e Austrisë në Vjenë. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin Zëri i Kosovës në Danimark, dhënë gazetares të RTS-s Mira Gabriel Tuci, Elhajda Dani nuk fsheh emocionet që ka për pjesëmarrjen në festivalin më të madh muzikor në botë, por njëkohësisht nuk le pa përmendur ndjenjen e bukur që ka kur merr mbështetjen nga bashkëkombësit e saj. Elhajda, tashmë jemi, për pak ditë do të ngjitesh në skenën e Eurovisionit në Vjenë, në skenën e Eurosongut. Si po ndjesh? Shumë emocionuar, sidomos duke parë pritit që më bënë sot këtu në Rogner nga ambasada austriake dhe RTS-ja, ndihem e përkodhelur, por me të vërtetë edhe emocionuar njëkohësisht. Uroj shumë të jap më të mirën time dhe kjo është urimi im. Si kanë qenë këto ditë? Unë e di që kanë qenë shumë intensive me prova, me promoture etj. Çfarë do të nënvizosh nga gjithë këto udhëtimet tua që ke bërë? Do nënvizoj këtë lodhje, por që do e mbaj mend si momente shumë të bukura me të vërtetë, janë momente intensive, siç e the edhe ti, prova të njëpasnjëshme, për të më ikur emocioni kur të jem në skenën e Eurovisionit, janë momente që unë në fund të ditës them, më në fund jam në shtëpi, por ndihem kaq e lumtur dhe kur do i kujtoj në ditët në vazhdim, do i kujtoj si momente me të vërtetë shumë të bukura. Mendon se kjo është vetëm nga pikpamja, ka një rritje artistike, po ka dhe një rritje njerëzore Elhajda Dani, me gjithë ta njerëz që ka takuar. Shpeshherë duhet të shtypte edhe butone për të përsëritur të njëjtat fjalë me njerëz që nuk i njëjtat. Është vërtet, shpeshherë ndodh që të bëhen të njëjtat pyetje, duhet të përgjigjesh të njëjtave përgjigje, por kjo është fundja detyra jonë. Sigurisht për një këngëtar, për një artist nuk është pjesa më e bukur, pjesa e tij e preferuar të jap intervista, pjesa më e bukur është kur je në skenë dhe këndon, por çdo mirë ka dhe të vetat e saj, kështu që mendoj që është një periudhë aq e bukur sa çdo gjë ja vlen të kalohet, ja vlen të jetohet, kështu që jam e lumtur. Kënga si ka ardhur? Tashmë ka dalë edhe versioni shqip i saj, njerëzit e kanë pritur pa aq mirë sa versionin anglisht, unë kam mundur edhe të shoh pak se si e kanë pritur në komentet edhe në reagimin social të tij. Është e vërtet, kënga po pritet mirë, mezi priset që të publikoja versionin në shqip me tekst të Sokolmarsit dhe me të vërtetë jam aq e lumtur që reagimet kanë qenë kaq të mira. Është gjuha ime, prandaj unë ndjej edhe më tepër dhe publiku shqiptar ndjen edhe më tepër, prandaj e shoh që dhe reagimet janë shumë të bukura dhe ku ka më bukur, më bëhet zemra madhe. Ne ishim bashkë në Maqedoni, mundën të takojmë atje shqiptar që e këndojnë këngën tënde me shumë dëshirë, i kanë mësuar tashmë të gjitha vargjet anglisht. Besoj do i kanë mësuar edhe ato shqip. Si po e pret të gjitha angazhimin e shqiptarëve jashtë trojeve që kanë mundësi të votojnë për këngën tënde? E ndjej dhe e shoh që po bëhet një lobim, nëse mund të them, por jo, nuk do përdor këtë fjalë. E ndjej mbështetjen e shqiptarëve si brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. Me të vërtetë e shikoj një mbështetje, më vijnë mesazhe nga të gjitha kontinentet, të them të drejtën. Më vijnë mesazhe nga shqiptarët që emocionohen duke dëgjuar këngën I'm Alive dhe sidomos tani që do rritë versioni shqip. Nuk besoj se kanë ndjenjë më të bukur kur je i mbështetur nga vetë bashkëkombasit e tu. Ai është qëllimi im, uroj që t'i bëj të ndjehen krenar, uroj që të ndihen të lumtur që unë do i përfaqësoj ata në këtë event në Eurovision në Austri dhe kjo është me të vërtetë dëshira ime më e madhe. Kjo intervistë nuk do të transmetohet thjesht për televizionin shqiptar, që sigurisht ne jemi pjesë e tij tashmë, por edhe në një televizion shqiptar në Danimark, të cilët më kanë kërkuar një favor dhe unë ua bëj me shumë kënaqësi të t'i intervistoja. Është radio televizioni i Kosovës në Danimark. Atëherë, përshëndetje gjithëve, faleminderit për këtë intervistë. Është gjithmonë kënaqësi të jap intervista dhe të flas shqiptarëve të mi, nëse mund ta them. Dhe në Danimark nuk e dija nëse ka shumë shqiptar, por ka, por i përshëndes dhe i falenderoj për mbështetjen gjithmonë. Derisa ka një radio televizion që transmeton në shqip dhe është interesuar për të bërë lobbying, ka mobilizuar të gjithë ata që munden të votojnë, ndoshta nuk do marrin maksimale nga Danimarka, po një pjesë mirë të votave po. Uroj. Kënga në fund, çfarë mendon, si do jetë gjithë performanca jote?
Do jetë emocionuese pa fund, do jem me të vërtet duke me emocione drejtëruese në ato momente, unë me zi pres të shkel në atë skenë, do bëjmë prova shumë, me sa më kanë thënë paraardhësit e mi, por uroj të jap më të mirën, do jenë momente ka shë bukura sa unë, do hyp në skenë dhe kur do dalë do them çfarë bëra, sepse do jem aq emocionuar sa nuk do mbaj mend çfarë ka ndodhur, por uroj me të vërtet të jap më të mirën time dhe uroj shumë ta shijoni. Përshëndetje të fundit për të gjithë ata që do votojnë, po jo thjesht ata që do votojnë, po për shqiptarët. Një përshëndetje që më vjen me të vërtet nga zemra dhe është një falënderim që dua t'ju bëj për mbështetjen, për mesazhet e shumë që unë marr çdo ditë me të vërtet. Ju falenderoj nga zemra. Uroj shumë t'ju bëj të ndiheni krenar, uroj shumë që të ndiheni krenar që unë do ju përfaqësoj në mënyrë, uroj shumë t'ju përfaqësoj në mënyrë sa më denjë dhe faleminderit edhe një herë. Uroj të më votoni, pse jo? Dhe shumë faleminderit. Uroj të kthehesh fituese. Faleminderit.